Jo. Më në fund, erdhi momenti që të tregojmë rezultatin. Ju keni qenë kaq të interesuar, kam pas kaq shumë mesazhe dhe nuk mund t'ju bëja spoil pa pasur këtë rezultatin që keni tani. Kam kuptuar gjatë kësaj kohe që kam bërë ndërhyrjen që armiku më i madh i njeriut në fakt është truri dhe frika. Ka qenë një ndërhyrje shumë e lehtë për mua. Ndoshta nuk mund të them që është për të gjithë, por nuk ka qenë aq e vështirë sa mua ma kishin bërë. Kur thosha njerëzve që do bëjnë ndërhyrjen Mami Makeover, që është një ndërhyrje me disa mini ndërhyrje brenda, pra një kombinim ndërhyrjesh, zvoglimi i gjoksit, abdominoplastika me pak lipo, konturimi pjesës së viteve, të gjitha më thoshin që jo, mos e bëj, është shumë e vështirë. Dhe kur u çova mbas 3 ditësh, kur them u çova, isha që po bëja dhe punë shtëpie, duke marrë parasysh që kam dhe një beb të vogël, të gjitha ishin të surprizuara. Me ato bashkë dhe unë, se ma kishin bërë shumë të vështirë, por përkundrazi, nuk ishte fare vështirë. Unë jam kthyer mbas një jave gjithë rutinës time. Okej, aurën ka kaluar mbas një muaji e ka marrë në krah, por rutina ime ka qenë e njëjta, por akoma më e bukur, me më shumë vetbesim, më e lumtur. Siç thot një shprehje, kur është grua e lumtur, është familja e lumtur, dhe unë ja u vërtetoj këtë gjë, tani jemi të gjithë lumtur, sepse unë nuk kam më komplekse me veten, me trupin, nuk rri 2 orë për të gjetur se çfarë duhet vesh, çdo gjë më rri bukur, duket besoj. Dhe do ja u sugjeroja të gjitha vajzave që nuk ndihen rehat me veten e tyre. Nuk është tabu që ti të ndihesh mirë me veten, nuk është tabu që të përpiqesh të përmirësosh veten. Më vjen mirë që njerëzit tani po përpiqen ta përmirësojnë veten nga ana shpirtërore spirituale, por akoma kanë tabuanën fizike kur është më kryesore, ti duhet ndihesh mirë jashtë dhe brenda.